Festat e fundvitit të rëndom rrisin edhe fluksin e mërgjimtarëve në pikat kufitare. Kjo pasi një pjesë e diasporës zgjedhin që pushimet dimrore t'i kalojnë në vendlindje. Toge Rismet Hodaj, komandanti pikës kufitare në Morin, në një lidhje virtuale për mediumin ton, ka pohuar se situata po menaxhohet mirë dhe pritjet kryesisht janë 2 deri në 3 minuta. Të pas parasysh se tani jemi në fundvit dhe fluksi vjen e shtohet. Po në pikën kufitare në qafë Morin ku jemi ne, është menaxhuar mjaft mirë, duke pasur parasysh se këtu kemi të rregulluar edhe marrëveshjen ndërtetërore me policinë shqiptare për lehtësimin e kontrollit kufitar dhe nuk kemi pasur raste të pritjeve të gjata. Kalimet kanë qenë domethënë normale, 2 deri në 3 minuta kanë kaluar makinat, nuk ka pasur vonesa thuaj fare. Madje Togeri shtoi se në ditët e ardhshme dhe mund të kemi fluks më të shtuar, por policia kufitare është e përgatitur për secilën situatë. Do të pritet një fluks pak më i madh në krahasim me këtë që kemi pas deri tash, por ne si policia e Kosovës kemi marrur masat edhe në menaxhim të fluksit, si me personel, si me praktikë të kontrollit kufitar, do të thotë nuk do të kemi ndonjë problem që vlen të theksohet dhe qarkullimi do të jetë i mirë dhe do jemi në shërbim të qytetarëve që mos ketë vonesa të panevojshme dhe të kryen detyrat në mënyrë më të mirë të mundshme. Ndërkohë, Togeri Hodaj bëri të ditur se edhe në pika tjera kufitare me Shqipërinë situata pothuajse është e njëjtë, ndërsa në disa pika tjera me pak ndryshime të fluksit. Në bazë të informacioneve që kemi edhe në pika tjera, sidomos në pikat ku kufizohemi me Shqipërinë, domethënë është thuajse i njëjtë, nuk ka pritje të gjata. Kurse në pika tjera ndoshta varion pak me ndryshime në pjesën me siguri në pjesën e kufirit me Serbinë, atje ndoshta ka pak më tepër, ndërsa sa i përket pikave kufitare me Republikën e Shqipërisë nuk ka deri më tani në bazë të informacioneve që edhe janë zyrtare, edhe në bazë të raport që dërgohet çdo dy orë në qendrën e menaxhimit të kufive, nuk ka pritje të gjata. Variojnë 2, 3 deri në 5 minuta në hyrje të Kosovës. Kujtojmë se përveç hyrjes në Kosovë, pritje kanë raportuar bashkëdhetarët edhe në kufirin Kroaci-Serbi deri në 8 orë.